Nga familjar miq dhe nga një numër i madh qytetarësh, u varros ish kryetari i Komitetit Krajinor të Kosovës, antari ish Jugosllavisë, drejtori gjeneral i Trepçës, Veli Deva. Ai do të mbetet në kujtimet tona si një partizan, aktivist dhe lider i rëndësishëm i shqiptarëve të Kosovës, u tha nga shokët e tij. Veli Deva si u dheq shohej për qartësinë e qëllimeve të veta. Ajo ishte një shoqëri kosovare të avancohej në një shoqëri moderne me të gjitha lemite e jetës. Ai ishte organizator i dalluar, i vendosur, i qartë, i drejt për drejt me kauzën e vet rreth së ndërtimit të idealeve të veta. Paraprakisht, Komuna e Gjakovës në nderim të figurës së tij organizoi mbledhje komemorative. Shumë çka që ka arrit ndër vite Kosova ishin meritë e Devës, u tha në këtë mbledhje. Krahas shumë figurave tjera kontribuese, zoti Deva ishte themeluesi i bazave të para të shtetësisë sonë, si në nivelin intelektual arsimor, në veçanti atë ekonomik. Barazia e shqiptarëve dhe afrimimi kombëtar ishin ndër angazhimet e vazhdueshme, që zoti Deva u mundua për popullin e tij, në kohëra shumë të vështira, duke përfshirë këtu edhe realizimin e autonomisë së Kosovës, Kushtetutën e vitit 1974 dhe themelimin e Universitetit të Prishtinës. Përveç angazhimeve të ekspertëve, personalisht vizitonte dhe mbikëqyrte procesin e montimit të makinerisë në objektet e industrisë në Gjakovë, bile edhe natën e vitit të ri. Veli Deva organizoi ndërmarrjet e eksport-importit të Trepçës, që deri atëherë ishte punë e rezervuar e ndërmarrjeve të Beogradit. Ndërsa të pranishmit për pjesëmarrje në emër të familjes, i falenderoi nipi i tij, Sandro Deva. Familja Deva u falenderohet pjesëmarrësve dhe organizatorëve të mbledhjes komemorative. Kryetares së Komunës së Gjakovës, zonja Mimoza Kusari Lilja, lidhjes së luftarëve dhe bashkëpunëtorit shumë vjeçar, zotëri Burhan Kavaja, dhe gjithë atyre që ndajnë dhe mbien sot me ne. Ju falenderoj. Me këtë rast u bën edhe omazhe para trupit të ndjerit. Për miqtë e tij, në kujtime do mbesin angazhimet për zhvillimin e vendit, nisur nga rrethonat e vështira në të cilat arriti ai të veprojë. Ai ka dhënë një kontribut shumë të madh në rritjen e mirëqenies sociale, në rritjen ekonomike, në punësimin. Prandaj kjo sidomos ka vlera të mëdha kur merret parasysh konteksti kur ajo ka ngjall. Veli Deva do të njihet për kontributin e tij të dhënë për barazinë e shqiptarëve në afirmimin kombëtar dhe zhvillimin ekonomik, përfshirë këtu industrializimin e Kosovës, po ashtu kontribut të veçantë dhënë në themelimin e Universitetit të Prishtinës. Deva ka lindur në Gjakovë me 1924, shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Shqipëri, studimet e larta politike në Beograd, ndërsa studimet e larta ekonomike në Shkup.